mbrëm pas një qëndrimi si antari Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe një aktiviteti intensiv në tempullin e demokracisë europiane. Ditët e qëndrimit në Strasburg u përdorën për dënimin me forcën më të madhe, për paraqitjen e fakteve, dokumentave mbi situatën dramatike në narkoshtetin e Shqipërisë, diktaturën autoritare në Shqipëri. Në grupin parlamentar të Partisë Popullore, në seancat plenare të Asamblesë Parlamentare, siç mund t'i keni ndjekur, paraqitën rrezikun e madh që organizata kriminale qeverisë shqiptare e kryesuar nga Edi Rama paraqet jo vetëm për shqiptarët, por paraqet për mbar Europën. Ne informuam dhe paralajmëruam të pranishmit se Edi Rama përbën një rrezik madhor për vendet e tyre, mbasi ai është padrinua sot i karteleve më të fuqishme të drogës në Europë, të cilat eksportojnë drejt Europës. Në vendin e parë, zanë vendin e parë në eksportin drejt Europës të marijuanës. Janë aksionerët më kryesor në tregun e kokainës dhe heroinës. Janë transportuesit më kryesor të drogës nga Amerika Latine në kontinentin Europian në portet e Europës dhe kanë për portet të lira të gjitha portet e Shqipërisë. Informuam për qindra e qindra leje, hotele, resorte turistike, kulla, korupcioni dhe droge të dhëna pas zgjedhjeve të 11 majit nga Edi Rama si shpërblim për pjesëmarrjen e gjerë të tyre në zgjedhje. Publikisht falënderova Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës për qëndrimin e saj të prerë ndaj Ramaduros, të cilin ajo ka fshehur. Por unë falënderova të gjitha grupet parlamentare të Asamblesë, leadershipin e saj, të cilat në unanimitet i anulluan atij çdo takim pas fjalimit Gaddafi style, stili Gaddafit, që mbajti në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës.
i falënderova për anullimin e drekësit, zyrtare që është traditën e ati institucioni që shtron për kryetarë të shteteve ose kryetarë të qeverive që flasin atë sallë. I sigurova se këto akte janë një mbështetje vërtet për qytetarët shqiptarë. Janë dhe një apel i rëndësishëm për ta. Gjatë qëndrimit në sallën e parlamentit u denoncue Rama si autor kryesor i aferës Balluku dhe Akshi, kërcënimi i madh që përbën Edi Rama për vendet e Europës, duke bërë të mundët koordinatorit të tij të eksportojë të gjitha dhënat e internetit nga Shqipëria në duart e bandave dhe karteleve të drogës dhe armiqve të NATO-s. Tronditëse ishin këto lajme. Tronditëse. Mund të them se 3 ditë në sallat e Tempullit të Demokracisë, fantazma e kreut të organizatës kriminale Edi Rama ishte më e përçmuara. Më e përçmuara. Shqipëria rënditet, Shqipëria e Edi Ramës rënditet aty si një nga diktaturat autoritare, por e vetmja diktatura autoritare që bazohet në drogë. Natyrisht, krahas mbledhjeve, në grup, krahas fjalimeve